Në një ditë të shënuar nga solemniteti, emocionet dhe simbolika e përkatësisë së dyfisht, sheshi historik në Bundesplatz, në zemër të kryeqytetit zviceran, u vesh me ngjyrat e flamurit të Kosovës dhe të Zvicrës, në pritjen zyrtare të presidentes së Republikës së Kosovës, Vjosa Osmani, nga presidentja e Konfederatës Helvetike, Karin Keller-Schatter. Ceremonia shtetërore u shoqërua nga pjesëmarrja masive e qytetarëve shqiptar nga gjithë Zvicra, përfaqësues të shoqatave, institucioneve dhe organizatave kulturore të diasporës, duke e kthyer këtë moment në një manifestim të qartë të lidhjes së qëndrueshmërisë mes dy vendeve. Për te protokolli diplomatik, ngjarja u përjetua si një akt i fortë afirmimi për komunitetin shqiptar në Zvicër, një komunitet që ruan me dinjitet rrënjët, ndërkohë që kontribon në shoqërinë e re ku jeton. Ekipi Albinfo, platformës mediatike që ndjek nga afër zhvillimet e komunitetit shqiptar në diasporë, ishte i pranishëm në vendngjarje, duke bashkëbiseduar nga afër me disa nga pjesëmarrësit në pritjen zyrtare të presidentes, të cilët ndan emocione dhe reflektimet e tyre mbi këtë takim historik, duke dëshmuar se identiteti nuk është vetëm ndjesi personale, por edhe përfaqësim kolektiv. Qindra shqiptare nga kantonet të ndryshme të Zvicrës, përfaqësues të shoqatave, aktivistë të rinj dhe familjar, u bashkuan për të shprehur respektin dhe përkrahjen ndaj shtetit të Kosovës. Në këtë ngjarje të veçantë, pjesëmarrja e diasporës shqiptare nuk ishte pasive, por aktive, simbolike dhe e përfshirë emocionalisht. Zvicra më mësoi të lulëzoj, Kosova më kujton kush jam. Teuta Kryeziu, këshilltare për familjen dhe integrimin, dhe zoj fuqishëm i gruas shqiptare në diasporë, e përshkroi këtë ditë si një përqafim të padukshëm mes dy botëve të saj. Zvicra më ka dhënë mundësinë të rritem si profesioniste, si nën, si grua e angazhuar, por Kosova më kujton gjithmonë kush jam dhe nga vij. Sot ndjeva për herë të parë se këto dy dashuri bashkëjetojnë me dinjitetin. Prania e presidentes Osmani e thjeshtësia dhe përulësia e saj më përfaqësoi jo vetëm si qytetare, por edhe si grua shqiptare që nuk ka hequr dorën nga rrënjët e veta. Lumturi Preteni, jurist me vite kontribut në Zvicër që prej vitit 99 foli për një ndjesi shpirtërore të thellë. Mu duk se një pjesë e artë e Kosovës erdhi për të bekuar popullatën kosovare në Zvicër. Sot i thash vetes, e kam arritur këtë ndjenjë për mbushjeje. Zonja presidente është presidente e zemrave, një moment historik në marrëdhëniet bilaterale. Për Agim Pepajn, përfaqësues i shoqatës Gjergj Kastrioti dhe figurë aktive në promovimin e kulturës shqiptare në Zvicër, kjo vizitë është shumë më tepër se një akt ceremonial. Kjo është një datë që duhet të shënohet në kalendarin e marrëdhënieve Kosovë-Zvicër. Është fryt i viteve të bashkëpunimit, respektit dhe ndihmës së ndërsjellët. Zvicra nuk ka qenë vetëm vend strehimi për ne, por edhe aleat në rrugën drejt konsolidimit të shtetit të Kosovës. Gratë në diasporë, mbrojtëse të trashëgimisë dhe bashkëjetesës. Arbenita Zeka Surdulli, kryetare e shoqatës kulturore Bashkimi, përfaqësoi zërin e shumë grave që për vite të tëra kanë mbajtur gjallë gjuhën, kulturën dhe ndjeshmërinë kombëtare. Fakti që dy presidentë qëndruan krah për krah, një simbolik e fortë për ne. Ne gratë në diasporë kemi punuar për të ruajtur gjuhën, identitetin dhe për të ushqyer ndjenjën e përkatësisë te fëmijët tanë. Sot me dorëzimin e dhuratave simbolike kemi përcjellë mirënjohjen dhe dinjitetin tonë si gra që nuk harrojnë rrënjët. Parum vendlindje në zemër të Zvicrës. Edhe Besa Krasniqi, pjesëmarrëse nga në këtë ngjarje dhe angazhuar në projekte komunitare, foli për një ditë të paharrueshme. Ishte një ditë që e kisha ndoruar të shoh shtetin tënd të përfaqësuar me dinjitet në një vend si Zvicra, të sjellë harum vendlindje, mall të zbutur dhe një lot gëzimi. Presidenti Osmani me thjeshtësinë dhe forcën e brendshme na përfaqësoi si kombë, si gra dhe si diasporë. Këto ditë përbën më shumë se një pikë në agjendën diplomatike, ajo është një faqe e re në historinë e lidhjeve mes shqiptarëve dhe Zvicrës. Në një vend ku integrimi nuk është vetëm fjalë, por realiteti i jetuar, shqiptarët kanë ndërtuar komunitete të forta, kanë ruajtur identitetin dhe njëkohësisht kanë kontribuar në zhvillimin e shoqërisë ku jetojmë. Albinfo, si platformë që dokumenton jetën, zërin dhe përvojat e diasporës shqiptare, do të vazhdojë të sjellë rrëfime si ky, sepse historia e diasporës është historia e kombit dhe zemra e saj rre fort mes dy flamujve.